Me që të ndëruar, dua që të marrë vetëm pak kohë, disa minuta që të flasë për një gjë që është vërtet interesante dhe dua që nëse ka ndonjë person, ndonjë musliman, dua që na jap përgjigje për këtë që dua të them, nëse mund, nëse dëshirojnë, sepse besoj që do të na ndihmojë neve pak. Dhe kjo është çështja që dua të flas. Kur ne citojmë ajete nga Kurani, ajete që neve na duken problematike apo ajete që ne nuk i kuptojmë qartë. Muslimanët zakonisht na thonë se nëse ne vërtet duam ta dimë atë se çka Kurani thotë, duam ta kuptojmë mesazhin e Kuranit, atëherë ne duhet të lexojmë atë në gjuhën origjinale, në gjuhën arabe, edhe pse Kurani në gjuhën shqipe, në gjuhë të tjera është i saktë, nëse ne vërtet duam të kuptojmë Kuranin qartë, ne duhet ta lexojmë atë në gjuhën arabe. Ata besojnë se vetëm atëherë ne mund të kuptojmë qartë mesazhin e saktë të Kuranit. Vetëm atëherë ne mund ta mësojmë Islamin ashtu siç duhet, nëse ne lexojmë Kuranin në gjuhën arabe. Kjo është çka muslimanët zakonisht na thonë, edhe më kanë thënë edhe mua disa herë. Por në rregull, nëse kjo është e vërtetë, atëherë pyetja që un kam për miqtë e mi musliman është se nëse kjo është e vërtetë, atëherë pse shohim se pikërisht në vendet muslimane ku flitet gjuha arabe, aty ku kuptohet Kurani, Kurani që lexohet në gjuhën që Kurani zbriti, pikërisht në këto vende kemi konflikte, kemi keqkuptime aq të mëdha për Kuranin dhe mësimet e Kuranit, saqë muslimanët janë aq të përqarë, saqë ata e luftojnë njëri tjetrin. Ata vazhdimisht janë në konflikt me njëri tjetrin sepse e kuptojnë Kuranin në mënyra të ndryshme. Nëse mesazhi i Kuranit është shumë i qartë dhe mund të kuptohet qartë në gjuhën arabe, pse atëherë ndodhin këto gjëra pikërisht në vendet ku gjuha arabe flitet? Për shembull në vende si Irak, Iran, Siri, Yemen, Pakistan, Sudan, Lebanon, e vende të tjera që gjuha arabe është shumë e njohur, pse pikërisht në këto vende muslimanët janë aq të përqarë, aq të përqarë në grupe të ndryshme, saqë janë vazhdimisht në konflikt me njëri tjetrin. A keni menduar ndonjëherë se pse kjo ndodh? Kjo është shumë larg nga ajo që muslimanët na thonë se Islami është feja e paqes. Në të kundërtën, nëse Islami është feja e paqes, atëherë pse vendet që më së shumti e praktikojnë Islamin dhe e kanë Kuranin në gjuhën e tyre janë vendet ku ka më së shumti konflikte, sidomos konflikte mes grupeve të ndryshme islamike. Pse kjo ndodh? Nëse në fakt i shikojnë gjërat kështu në përgjithësi në botë, ajo që shohim është se realiteti është se sa më shumë që njerëzit e lexojnë Kuranin në gjuhën arabe dhe e kuptojnë atë, aq më shumë përçarje kjo shkakton. Ky është realiteti, nuk po them këtë vetëm pse më pëlqen mua, mund të shikoni këto gjëra vetë. Sa më shumë që njerëzit e kuptojnë Kuranin në gjuhën origjinale, rezultatet janë aq më shumë përçarje, aq më shumë konflikte mes njerëzve, luftra, vrasje, gjitha këto. Sa më pak që njerëzit e lexojnë Kuranin në gjuhën arabe, aq më paqësorë këta musliman janë. Kjo është çka shohim ne në botë sot. Ky është realiteti i hidhur i Islamit. Edhe vërtet dua që nëse ka ndonjë musliman që mund na jap përgjigje për këtë, dua që të na përgjigjet se pse është kjo. Tash unë kam përgjigjen që mund të jap, edhe përgjigja është se sa më shumë që njerëzit e kuptojnë Kuranin në gjuhën origjinale, aq më shumë ata i ngjasin profetit Muhammed dhe muslimanëve të hershëm në 3 shekujt e parë të Islamit. Edhe nëse shkon dhe e shikon historinë e hershme të Islamit, vazhdimisht ka luftra, vazhdimisht ka konflikte, edhe mes grupeve të ndryshme të Islamit. Kështu që ata musliman që vërtet e kuptojnë Kuranin ashtu siç duhet,
ata bëhen të ngjashëm me profetin që vazhdimisht ka bërë luftra, edhe të ngjashëm me muslimanët e parë që vazhdimisht kanë bërë lufta, kanë bërë konflikte. Kështu që përgjigjja ime është që sa më shumë që një person e kupton Kur'anin në gjuhën origjinale, aq më radikal dhe jo paçsor ai person bëhet, dhe sa më shumë që një shtet apo një vend e lexon Kur'anin dhe e kupton Kur'anin në gjuhën origjinale, aq më radikale dhe aq më jo paçsor ky vend do të bëhet. Dhe kjo është çka shohim në botë sot. Muslimanët në vendet perëndimore që nuk e lexojnë shumë Kur'anin në gjuhën origjinale nuk janë aq jo paçsor, mirë po kur fillojnë që të thellohen më shumë në mësimet e Kuranit dhe ta studiojnë atë në gjuhën origjinale, kjo është kur problemet ndodhin dhe konfliktet fillojnë. Kështu që ky është realiteti. Dua që, siç thash, që nëse ndonjë musliman dëshiron që të bëj ndonjë video si përgjigje për këtë, do ta mirëpresim. Pra nuk e kam bërë për nuk jam duke bërë këtë për një diçka të keqe, thjesht ky është realiteti në botë sot, edhe më duket interesante dhe për atë arsye desha që ta bëj këtë video. Sido që të jetë, mendoni për këtë pak, se pse vërtet sa më shumë Kurani kuptohet në gjuhën origjinale dhe sa më shumë vendet që njohin Kuranin në gjuhën origjinale, aq më shumë përçarje konflikte, luftra ka në atë vend. Pse është kjo? I faleminderit edhe Zoti ju bekoft.